Drejtori i shkollës Fanoli në Dujak, Smail Haziri, arriti sot moshën e pensionimit. Rrugtimi i tij në fushën e arsimit ishte rreth 40 vjet. E sot përmbylli punën e tij si drejtor në shkollën Fanoli, për çfarë u shpreh mjaft falënderues për stafin e shkollës, që ishin bashkëpunues me të deri më sot. Prej shkollës e Mindoraku, jam përzgjedh këtë shkollë cilën jam edhe sot, ku po dalë edhe në penzion, që 2 vite, kanë prit mirë edhe në këtë shkollë, edhe mu mi falimderu të gjithë cilët kem pas një harmoni të jashtëzakonshme me zveti, edhe deri më sot nuk kem pas asnjë problem. Drejtori Haziri u falenderua për kontributin e tij shumë vjeçar në fushën e arsimit edhe nga drejtoria e arsimit në Gjakov. E falenderoj në emër të drejtorisë së arsimit për gjithë kontributin që ka dhënë në edukimin e brezave ndër vite. Profesor mësuesi Ismail ka filluar në atë kohë në Zabeli, kanë thënë, tani Bardhanic, në shkollën fillore dhe me vonë, ka marrë dhe pozita udhëheqëse, siç ka qenë drejtor në Selman Riza, zëvend drejtor në Mendurak dhe së fundi drejtor edhe në shkollën e juaj. I uroj ditëlindjen edhe pensionimin, shëndet dhe mbarësi në jetë dhe në familjen tuaj. Ndërsa mësimdhënësi Fadil Gaxheri kujton fjalët e para të drejtorit Haziri kur kishte filluar punën në këtë shkollë si drejtar. Me drejtorin Smail kemi kaluar shumë mirë. Drejtori Smail ka qenë bashkëpunues i mirë, gjas i profesionit, dhe fjalët e para më kujtohet që ka ardhur në kolektiv, tha unë kam ardhur me si antar i ekipit të shkollës, jo si më udhëheq shkollën, por si bashkëpunues me ju. Dhe kështu ka vazhduar, ka ofruar ndihmën, ka bashkëpunuar me drejtorinë, me prind, me nxënës, me arsimtar, me të gjithë. Hazirit në fund ju nda mirënjohje nga drejtoria e arsimit dhe kolegët e tij të shkollës me rastin e pensionimit.